Që të arrijnë të ndalojnë magjistarët, Wingsa duhet të bindin botën të besojnë të magjia. Fuqia e Pesimiksit i çon ato në zemrat e banorëve të Gardenias, t'i ndihmojnë njerëzit zbulojnë fuqitë e tyre dhe forcat e së mirës që fshihen brenda secilit, është mënyra e vetme për ta rikthyer magjinë në këtë qytet. Dhe tani një rrotullim të plot. Shumë mirë. Në rregull, e kuptuam. Jeni në formë të mirë, por mos e teproni. Më dëgjove vogëlush? Nuk di si të të falenderoj. Ishte kaq dëmbel, nuk reagonte fare. Por si e dole mban? Cili është sekreti yt? Formula është gjithnjë e njëjta, për këdhelje dhe dashuri. Sa mirë. Ja dhe flokët u bëm. Do më ndihmojnë ndonjëra, i lutem? Jam plotësisht dakord, klienti ka gjithmonë të drejtë. Po gjithë ky entuziazëm po më vën në siklet. Po, më pëlqen, ky vend mendjen më rëmben. Pafshim Piru, ktheu të na takosh. Tani këtyre kafshëve i mungon vetëm të flasin. E di, duket e çuditshme kur e thua edhe ti. Kështu mendon ti? Unë di vetëm që kur nisa të le si qenie njerëzore, fitova shumë popularitet. Fatkeqësisht efekti magjisë zgjat për një kohë të kufizuar, zgjat shumë pak. Por ajo shumë pak është e mrekullueshme. Më duket se dikush është pak xheloz. Mos u trishto kaq shumë, sepse tani po të vjen një përkëdhelje trefisht. Çfarë po thua eksaktësisht? Prit një minutë. Nuk jam e sigurt nëse kuptova mirë atë që the. Nuk e di nëse e bëj dot për të gjitha ju. Po, pse jo, nuk u mbasim gjë ta provojmë. Më në fund një moment qetësie. Vajza, do bëjmë pushim? Prit, të kam thënë të mujtare që akoma. Kush është aty? E dëgjova atë? Ea, Pepe, dali që të na shikojnë. Pare se unë kam tur. Se nuk del ti e para ti ju. Jo, del ti e para, Bela. Dikush duhet të jetë fshehur këtë rrotull, ose duhet të jetë ndonjë hajduti nga thot kafshësh. Nëse është kështu aq më keq për atë. Hajdut? Mos ka një hajdut në dyqan? Prezoj mos ketë një grabitje. Nuk është e mundur. I dëgjove? Kafshët, ato po flisnin. Ose unë kam luajtur mend, ose ato po flasin. Çfarë? Je e sigurt? Është vërtet, edhe unë i dëgjova. Të gjithë flasin dhe në të njëjtën kohë. Çfarë po ndodh? Përshëndetje, Blum. Kiko! Kiko, edhe ti! Blum, gjithmonë kam ndëruar këtë moment. Më në fundun mund të flas dhe ti mund të dëgjosh edhe zërin tim. Kiko i vogli im, sa e lumtur jam. Më thuaj, mi trego të gjitha, ç'do thuash? Po bukur do ham. Kjo ishte falteja, apo jo? Faleminderit, Roksi, një dhuratë e mrekullueshme. Gëzohem që të pëlqeu, po fatkeqësisht nuk zjat shumë. Nuk e kam arende dorën magjive. Por ti po bën shumë përparime si zana e kafshëve. E di, edhe pse kjo më trëm pak, gjithçka është e re për mua. Dhe duhet të rrëfej se pavarësisht fuqive që kam, mua nuk më duket vetja si zan. Nuk ndihem e tillë. Edhe unë i kam kaluar këtë pasiguri që po ndjen ti. Është shumë normale si fillim. Ka një mënyrë për t'ja dalë mban? Ndihem shumë konfuze. Po, unë e kalova falëndimos së disa njerëzve të mrekullueshëm. Ishin Majku dhe Vanessa. Si edhe Kiko. Prindrit e mi adoptues më kanë ndihmuar në gjithçka dhe gjithmonë. Ata gjithnjë më kanë kuptuar kur askush nuk e bënte. Ata më bënin të ndihesha mirë edhe kur isha e mërzitur. Dhe vetëm fal tyre unë ja kam dalë që të kem kaq shumë besim tek vetja ime.
Mos pa më thua se duhet të flas me baban tim dhe t'i rëfej se vajza e ti është një zan? Po, unë kështu mendoj. Jo, nuk mund të shkatroj jetën e babait tim. Kur kërcënimi magjistarëve të mbaroj, dua të rinis jetën time të qetë. Që të jesh zan do të thotë të kesh shumë përgjegjësi. Unë dua të jem ashtu siç kam qenë gjithnjë, një vajzë e zakonshme. Por ti je një vajzë e zakonshme, vetëm se ke disa fuqi speciale. Kuptohet që je pak e trembur nga kjo. Do ta shikosh, do mësohesh me ato. Me qëra fjala, nuk janë fuqitë tuaj që të bëjnë të veçantë, por karakteri dhe temperamenti yt. Dhe kjo na pëlqen tek ty, përveç atij modeli të bukur të flokëve. Në rregull, do ta provoj. Do flas me baban tim. Megjithëse e di se nuk ka për të qenë e lehtë. Ja ku është. Forca Roxy, merr frym thellë. Ç'kemi babi? Mund të flasim pak bashk? Njo këtë tonë zëri. A? Mos je në telashe? Nuk ka telashe, babi. Doja vetëm të thoja diçka. E ta dëgjojmë. Jam një zan. Shumë bukur, Roxy. Forca, babi, dua të më dëgjosh, nuk po bëj shaka. Ula atë gazetë dhe më dëgjoj vetëm për 1 minutë. Nuk mund të transformohem në një zan, por mund të tregoj se çfarë di të bëj. Shiko. Prit 1 sekond. Shikoje këtë. Çfarë duhet të shikoj? Roxy, je sigur që je mirë? Në rregull, atëherë po ta tregoj më qartë. Artu është radha jote. Zoti Klaus, mos u friksoni, por Roxy më bën mua të flas. Ajo ka vërtet fuqi të madhe. Ka qenë ka, një qenë që flet. Baba, sa po të tregova çfarë mund të bëj, si mund të rish kaq indiferent? Kjo është e thjeshtë, sepse unë mund të bëj shumë më tepër. Oh jo, është një kurth, magjistarët e rrethit të zi. Duman, ku është baba im? Mos u shqetëso, zane vogël, do të bashkohesh me të shumë shpejt. Roxy! Jo, Artu, nuk ka kuptim t'i sulmojmë. Ata janë shumë të fortë. Vrapo para se t'jetë shumë vonë. Lëre të shkoj, ne kemi prejnë ton tashmë zanën e fundit në tokë. Të thash, vrapo! U lodha nga këto kafshë flasin. Hej, po ne, kur të ham? Kam shumë uri. Kushto të luaj? Unë Ju lutem, po mos stresoni daullet e veshit. Plum, Roxy, është do rrezik. Magjistarët e rrethit të zi, apo jo? Më vjen keq, miqtë e mi, për shkak të një defekti teknik të papritur, sot duhet ta mbyllim. Po unë kisha takim, kam shumë kohë që pras. Na vjen vërtet keq. Si shpërblim ne do ju ofrojmë kafshëve të tua një trajtim falas. Kiko, ti dhe kafshët kujdesuni për Artun. E jeni vajza, të shkojmë të ndihmojmë Roxyn. Wings Besimix! Që të shkojmë sa më shpejt do të përdorim krahat për teletransportimin. Wings Besimix! Ja ku janë shenjat e luftës, por nuk asnjë shenjë të Roxyt. Prandaj ne duhet të shikojmë dhe të kuptojmë, dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të hedhim një sy në të shkuarën. Po, që ta bëjmë këtë do të përdorim krahat gjurmix. Wings Gjurmix! Ne e trego.
Esani! Oh, jo, shkreta Roxy. Shumë mirë, falteje Winksa do të bie në kurthin ton shumë shpejt. Do të propozojmë ne një shkëmbim dhe nuk do ta mbajmë premtimin. Ti do të rish me ne zanë e vogël dhe ëmbël. Vajza, për çfarë shkëmbimi mund ta ketë fjalën Vallo Groni? Shikoni, ai ka lënë një mesazh. Ju zana kureshtare dhe të adhurueshme, jeni shumë të parashikueshme. Vëbas se keni ardhur këtu të zbuloni se çfarë u bë me shoqen tuaj. Dëgjoni me kujdes, më jep një rrethin e bardhë që keni ju dhe si shkëmbim mund të kliroj Roxin. Jepjani Dumanit, i cili është i maskuar si Klausi në lokalin Fruti Muzik. Mos bëni rengje ose s'keni për ta parë më kurrë Roxin. Ai nuk e zgjodhi rastësisht barin Fruti Muzik. Ai e di shumë mirë se ne nuk do të sulmonim kurrë një vend që ka aq shumë njerëz. Dhe sido që të jetë nuk do ta mbaj premtimin. Po pse e do rrethin e bardhë ai? Ja, këto tani kam sjell pistak, s'ka të mirë për të ngrënë. Ishin shumë të mira. Ti. Lere fare, Kiko. Dije më mirë tani. Ku mendoj se Në një mision, duhet të shpëtoj një shoqe. Po ju dje më çfarë bëni? Ju nuk duhet të ishit këtu. Ti nuk duhet të ishe. Blubi më tha të vëzhgoj dhe unë këtë po bëj. Është shumë e rrezikshme. Duhet i largosh kafshët para se të vriten. Mos i humba gjurmët e Roxit. Në duhet ta gjej me çdo kusht. Dakord, kafsh. Kujdes! Ushtar, miq tanë kanë humbur zanën dhe është detyra jonë që t'i ndihmojmë për t'i gjetur përsëri. Gati! Këtej! Andej! Shpejt, Chico! Edhe ti, Chico? Erdha. S'po e gjej dot. Pa priti minut. Po e ndjej sërish. Është pa dyshim ajo. Roxy është këtu. Kjo është. Ja ku është? Është atje. Po Blu, magjistarët janë këtu, por është shumë e vështirë të shtiremi, sigur nuk i kemi vënë. Keni kujdes me Klausin. Është Dumani i transformuar. Duhet të veproj me kujdes. Jetët e Roxit dhe Klausit varen në fije të perit. Nëse ata mendojnë se ne do rim duar kryq, atëherë kanë gabim. Dal, më duket që na pan. Dilni me njëherë që aty. Ne po vim. Bezuar. Koktej me shije kaktusi. Do edhe një? Hej Klaus, pijet e tua ishin të shpifura thonta. Specialiteti Dumanit është të zbraz lokalin. Po si që thuhet, njerëz që shkojnë, njerëz që vinë. Dëshironi një koktej me fruta, Zana. Duman, ku është Roxy? Çfarë i ke bërë asaj? Këto të rritë e sotëm. Sa shumë pyetje që kanë. Më jep rrethin e bardhë e pastaj do flas. As mos e çon në mendje. Në fillim na thuaj ku është Roxy. Ajo është këtu brenda. Më në fund e gjetëm. Pushoni ose do t'na kapin. Unë nuk po e kuptoj. Kush janë këta njerëz? Pse na kanë rëmbyer? Çfarë duan nga ne? Mos u shqetëso, Roxy. Sa po të zgjidhem do të dalim jashtë. Këta burra nuk më friksojnë. I dashur baba, të futa në telashe. Nuk do t'ja fal kur vetes këtë. Prit një moment. Është dikush këtu pranë. Mund ta ndjej. Ogron, shiko. Kemi një problem. Winksat, çfarë? Çfarë do të thotë që po të sulmojnë? Dhe një tjetër. Çfarë po presim? Vajza është brenda. Largoni. Të duket vetja zgjuar, a? Jo! Artu! Artu, jo! Mos! Të lutem! Çfarë ke që qanë? A ishtë vetëm një qenë? Çfarë?
Vetëm një qen, vetëm një qen. Çfarë? Kjo është e pamundur. Do ta paguash për këtë, përbindesh i tmerrshëm. Hej, unë ja do lamban. Arrita të transformohem në një zan. Baba, Artu, do ju ndihmoj unë. Shumë mirë, vogëlushe, dhe tani çfarë plani ke? Sulmet e mia magjike janë të dobta kundër një magjistari, po ndoshta mund të bëj diçka. Si zana e kafshëve që jam. Forca! Çfarë? Kjo magji po thuaj se mbaroj. Kjo nuk duhet të... Gantlosi është në telashe, të mos e zgjasim shumë. Duman, merë rrethin e bardh tani. Wings Besimix! You're magical. All you gotta do is believe in yourself. Everything is possible. It's a higher energy. It's a higher energy. It's a higher Ide e mirë. O gron, magjistar, nëse doni rrethin e bardhë, vejani ta merrni. Stuia antjellore! Ju zana duhet të përpiqeni më shumë se aq. Leila, të duhet ndihma ime zemër? Na bu, zemër, po pyesja veten se ku ishe. Vajtëm të ndërroheshim dhe erdhëm me njerë të ndihmojmë të dashurat tona. Apo nuk është kështu, specialist? Super prizmi! E shikon pra, erdhëm pikërisht në kohë që të na shpëtosh ti. Na bu, kujdes! Kini kujdes djema, ne e dim që këta janë të rrezikshëm. Ha! Ju e dini form, nuk mjafton. Helja, lëre të shkoj! Nuk më shpëton dot! Tani! Vala e bandicës o Morfixit! Pra do të më duhet t'i ndaloj me... Prit! Unë po ndjej diçka. Është gjurma magjike e Roxit. Po, edhe ne e ndjejmë. Ato e gjetën. Tani do përpiqen ta lirojnë. Dhe ne duhet t'i ndalojmë lëvizjet e tyre. Mund ndiqni? Po, le t'i ndjekim ata. Forca djema!
Roxy, jo! Agron, unë... E di, gjendja doli jashtë kontrollit. Tani duhet ta rregullojmë këtë punë. Por në fillim duhet të merreni me ne. Roxy, që ke transformuar në një zan. Jo, Artu, mu përgjish. Nuk është e mundur. Jo. Tani po shoh që jemi mbledhur të gjithë, po ju paralajmëroj, do bëjmë gjithçka për të marrë rrethin e bardhë. Në episodin e ardhshëm, lufta kundër magjistarëve bëhet më e fortë dhe rreth kërcënuese që shkaktohen nga fuqia e magjistarëve ngrihen në horizont. Por a do të arrijë magjia e Besimiksit hyrë në zemrat e banorëve të Gardenias para sa të jetë shumë vonë? Jetë është bukur dhe çdo